Selamu alaikum hoxha. Selam. Si Allah që përbleft edhe për ligjeratën. Gjë një pyetje kështu deshta me ta boja. Fëmi, prej sa vjet do të më quhe me mësu Kur'an? Prej sa vjet ke mësu Kur'an? Unë prej 5. Kjo është mosha ideale për shkak kur fëmia të fillon të flet edhe fillon ta njoh fillimisht gjuhën e vet, të ketë komunikim qartë me gjuhën që flet baba dhe nana e vet. Andaj në këtë rast bëhet obligim për prindrit që me dërgu fëmijën me mësu Kur'anin, nga se mosha më e mirë është kur ata janë të ri, që nuk kanë derte dhe gajle dhe nuk e kanë të mbushur trurin e tyre me informacione të pavlera. Për shkak se ka mundësi lehtë me e marrën informacionin që e jep Kur'ani dhe lehtë e mëson dhe lehtë ka mundësi edhe memorizu. Du me përmend vetëm një rast shkurt, është një familje e njohur e Shenakit, është një vend realisht Moritani dhe prej këtij vendit emërtohen edhe kjo familje që krejt familja janë dietarë dhe janë ulemat mëdhaj dhe janë hafizlerë të Kur'anit. E kur i kanë vetën, veçoria është se këto familjarë, domethënë, fillojnë dhe bëhen të mëdhaj realisht duke qenë fëmijë. Dhe kur i kanë pyetur për suksesin se si e kanë arritur këtë sukses, realisht kjo fillon pak më herët se sa fëmia kur është 5 vjeçar. Thotë kur nanat janë shtatzana, na e angazhojmë këtë nanë vetëm me Kur'an. Kjo nanë nuk ka obligime shtëpisë. Kjo nanë nuk ka detyra ndaj dikujt që duhet me i kry punë. Kjo nanë ka për obligim vetëm Kur'an me lexu. Derisa ta lind fëmia. Momentin që fëmia fillon pak me fol, realisht edhe shkenca e ka dëshmuar se fëmia i tërheq veset e nanës. Çfarë ka qenë vesi i nanës derisa ka lind fëmia, ka qenë leximi i Kur'anit. Realisht ai një pjesë vetëm se e ka tërheq, vetëm se e ka personalizuar veten e vet. Dhe momentin që fëmia bën 3-4 vjeçar, ai realisht memorinë e tij i ka krejt të freskëta edhe lehtë ka mundësi me i thith dhe me i përpilu, ashtu siç do duhej me përpilu dhe me thith një fëmijë i vogël, jo me i mësu fëmijët gjërat që janë të padobishme për ta dhe për fejen tonë realisht. Mendoj që mosha ideale për me mësu Kur'anin është 5 vjet, 6 vjet dhe sapo të fillon me e lexu, pasi të mëson shkronjat apo elifin që i themi na, me dërgu për me memorizu Kur'anin, nga se deri në 10 vjet inshallah çdo fëmijë mund dalë hafiz. Allah që përbleft. Selam alaikum.